Teleshikues të nderuar të televizorit ACTV, televizori komunitetit shqiptar në Michigan, por që do të ndiqet anë mban si zakonisht, ku ka shqiptar në mbar rruzullin toksor. Si gjithmonë ne I përcjellim ngjarjet që nollin komunitetin ton. Sonde kemi nderin dhe kënaqësinë që të I bashkangjitemi një aksion të madh për riorganizimin e televizionit Bojnë në Malsi, në malin e Zi. Është një televizor I cili është I njohur në mbar botën shqiptare, sepse ky televizor funksionon dhe flet vetëm shqip. Ky televizor është krijuar nga indieri Tom Bojaj, por mbas vdekjes së tij këtë po e administron shoqja e tij, gruaja e tij Sandra me familjen e saj. Prandaj ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të përcjellim si zakonisht këtë ngjarje. Sonte është një fundraising me bashkuar të holla që të ndihmohet ky televizor. Flitet se duhet të organizohen afër $1 milion për televizorin Bojnë. Po 5-6-700.000 besoj kanë bashkuar deri tani. Sonde kemi nderin që gjendemi në lokalin e bashkëdhëtarit ton, nacionalistit dhe patriotit të njohur nga Kelmendi, I cili e ka lëshua edhe restoranin. Pra djali I tij dhe e ka lëshua edhe restoranin falas që të bëjmë këtë fundraising sonde këtu. Prandaj kemi nderin që ta intervistojmë me 2 fjalë dhe t'i rrisim nerën në emën televizorit Bojnë, po dhe në emën të mbar komunitetit ton shqiptar. Së pari, mirë se të kemë gjetë në restoranin e djalit tuaj, advokatit të njohur dhe familjes tjetër së bashku. Falënderit që na keni lënë mundësinë që t'jemi këtu sonte dhe keni lënë falas restoranin me të gjitha shpenzimet që të ndihmojmë këtë aksion. Faleminderit për tejet, na se randin fal, edhe shpirë një Allah në fal I borgjë yj, borgjë I malsorve që janë që jetoj te në tuz, na ka një mua, na ka Allah në paret, na ka shtin në pun, na ka mësua gjuhën e përmestine, na ka në falerua, na ka një mua jem respekt për sa dhe kena shpirtin gjallë vetë, edhe familje eme, për dhe pjesa me male, shqiptarëve shqipnirë që kemë dalë për I ferët, I kemë artu e kemë hasën tonë mrekullinat e Zotit, s'kem dit as me hangër bukën e për lokale se s'ka pas as një nërë Shqipni, edhe kemë një shrua bukën e gojës, edhe na kanë shohë, na kanë bazit hodë se jo kështu e jo kasini e menulli se merdi tokën, dhe Zotit e morë me dhe tokën, u hape dhe rruga, erdhme, na pështet, na deshtit, na hatruet, na latë paret, kemë pru njerëzit, kemë pru tonë, vetë njerë si familje tonë prej jush e kam. Kryesisht e kam prej Nikol Preket me bitë gjapa, ba për le nuk kanë lane, falerojmë se të kena shpirtin gjallë djallë mas djallit, ja u lamalet e rëthmive. Tanët për atyne të veçanti. Falenderoj shumë ty dhe këtyne tjere. Pra, Gjerstinaj me modestine ti po flet, por Gjerstinaj me familje I ndihmon aksionet shqiptare. Gjerstinaj është nga Kelmendi. Mjerisht ne kufinin a ka nda, por malsort nuk jemi të ndam. Mase keni arë në Amerikë ju Gjersht të vojtun nga komunizmi, jeni një demokrati njohur dhe mbështetësi demokracisë në Shqipëri. Na thoni se au kanë mbështet malsort e këte janë kufinit dhe si e keni gjetë për krahin vllaznore të malsorve këte I kufinit edhe pse nuk jemi jetuana në komunizmin diktatorial të Enver Hoxhës, po me gjithate e kemi gjithë vetin dhe jemi ban një vllazën ashtu të pandam. Kur kemë ardhë këtu, e kemë gjithë dhe na dukë se kësave që Zotë e din këzuëm që kemë gjithë malsorët aty. Taj. Se na kemë ardhë dhe kemë zbrit prej qiellit, e kemë bathan njëri tjetër, 2 mene matë se s'kemë zbrit prej qiellit. Na kemë zbrit prej qiellit, pa ditë që kemë ratë tu, me të ropër shkryme, pa ditë ju, pa ditë sen, na keni marrë, na keni strehua, na keni prunë, na keni lanë paret, na keni pësua ku me shkua, do me thani I vljosh sa tjetë në gjallë për ju. Ishte kër Gjerstinaj nga Vërmoshi Kelmendit, e falenderojmë shumë atë edhe barë familjen e ti për çka po banë dhe ndihmon për televizorin Bojnë, por dhe për aksionet tjera që banë për të mirat
e Shqipnisë, për të mirat e malësisë, për të mirat e demokracisë shqiptare, që një ditë ta kemi një Shqipni ashtu si duhet në Evropë dhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ju falenderoj edhe një herë Gjergj me familjen tuaj. Faleminderit edhe për jush, edhe kem lanë, edhe do të napim gjithmonë për çat keni nevojë sa të ketë mundësi. Se tim se doni për të mirën e popullit, për të mirën e shqiptarëve, për të mirën e familjes, për të mirën e rinisë, për të mirën e të tanë. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Kjo është faqebartë, ruajt Zoti familjen, e çka do që jepni ja u qoft Zotin të mirat e familjes, me shnete, me gëzime, gjithçka ke. Të mal Zoti edhe me shnet ke mirë, edhe pse ke quani mosh, por i forti ala. Ishte ky Gjerstina dhe prononcimi i tij në lokalin e familjes së tij. Drejt për drejt nga Shelby Township, në këtë rast, me rastin e bashkimit e mjeteve fundraising për televizionin Bojnë. Edhe njëherë duhet falenderuar nga zemra familjen e Gjerstinaj, djelët e ti që na kanë afrua restoranin Falas, që ne të mundohemi të bashkojmë mjete, që të riorganizojmë televizorin Bojnë. Pranë meje është një ndër djemtë e Gjergjit, është advokati i njoftun Ervin Tinaj. Ervin, na thoni ju lutem, si erdhi ideja që ju të lëshoni restoranin dhe të nimoni kaq shumë për televizorin Bojnë këtë dritare të njoftur për shqiptarët në Maltëzi, por e cila shqitkohet edhe këtu në Amerikë dhe ma gjanë. Ju e kuptoni shumë mirë rëndësinë e medias dhe kjo media po ndihmon shumë. Në të radhë parë, faleminderit për tejet. Kjo media sidomos sot është gjëja për mua gjëja më e rëndësishme. Përpara kanë luftuar ballë për ballë kënena, po sot lufta është me informational warfare. Media punon gati si punë inxhinieri i trunit tash. Na me përballua TV Bojnë ajo gati si sa i mbrojtje që kena na. Është i vetmi televizor që është 100% shqip. Edhe ata tash me thënë drejtë, kur kam vazhduar nuk e kam ditë përveç emrin e saj. Aq më shumë që kam mësuar për ta, edhe që kam mësuar për të mboja besoj. Ai lumna që kem, tash ai fatkeqësisht nuk është me ne, po ideja e tina nuk ka ligj që mundet me nal, nuk ka dhunë që mundet me nal, edhe ideja e tina ka me vazhdua tash. Ai ne ka dhënë atë ide, tash unë besoj se është obligimi jonë me qua atë ide në vend. Ervin, ju rrjedhin nga Vërmoshi i Kelmenit. Keni jetuar në komunizëm, ne na ka da komunizmi për gati 50 vjet, 40 e sa vjet, s'kemi muj me keni malësor, se ne jemi 7 malët e malësis, ju jeni nga Kelmeni, ju nga Trieshi, kemi këtu nga Hoti, Gruda, Koja, Kastrati e Shkreli. Dhe ju keni gjetë vetën këtu në mesin e malësorve pa dallim, jeni edhe kryetari i shoqatës Kelmenia, po? Na tregoni pak se si i keni relatat me malësorët kënej kufinit në Maltëzi. Sa për ata nuk e këshyri ma nërsh si kënejna si anejna s'ka rëndësi, se para sa da kufinja kanë 56 fejesa midis Kelmenit të Trieshit, që kur që janë realizua. Tash kjo arzua edhe janë sa për ata jem barabar ku jem kënë para që janë vu kufini. Se na ka da me kufini, me idena, me gjana, me tjetra, po në fund funit të ta në shkojnë aty në vend ku janë kënë. Ishte ky prononcimi i advokatit të njoftun Ervin Gjergj Frani Tinaj nga Kelmendi. Ju lumt për gjitha animat që jepni, ja u qoftë Zotin të mirat familjes tuaj. Falenderit edhe një herë në emën të TV Bojnë, në emën të komunitetit shqiptar dhe në emën të gjithë malësorëve që do të na ndjeqin anë e karë. Donte inshallah, faleminderit për tejet. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, këtu në mesin tonë gjendemi edhe me Prel Popaj. Prel Popaj është me origjinë nga Kastrati i Malësisë së Madhe, pra nga ato 7 malët e Malësisë, dhe Prela zakonisht merret me media, kupton rëndësinë e media. Sonte jemi bashkuar gjithë bashku që të bëjmë ndihmë dhe të riorganizojmë televizorin Bojnë në Maltëzi. Na thoni zotni Prel pak si e ndjeni vetin dhe si e pat të nevojës që të vini të jepni kontributin tuaj në këtë drejtim. Unë rrallë parë du me falenderu gjithë që kanë arë sonte,
edhe është diçka e mrekullueshme për krejt malsinë e madhe. Televizori Boeing është një televizoret i vetmi televizor në zonë në malsinë tëz që flet shqip dhe balazest janë munu me mëll disa herë në tana mënyrat që kanë munua me taksa e me mënyrat ndryshme, janë munu me mëll atë televizor, por nuk ja kanë arrit qëllimit dhe për mua është një obligim moral dhe një detyrë si malsor dhe si shqiptar për më arme e përkrah këtë televizor të mrekullueshëm të malsisë madhe që shqiptarizmit. Lene që ai kontribon, ky televizor Boeing kontribon edhe ka malsia jonë, edhe në malsinë dyant malsisë madhe, se ne na ka nda kot, na jena veç i malsie madhe. Dhe urime që ky televizor të vazhdojnë edhe shekuj të ardhën, se do ta mbrojmë me tëna mënyrat që të vazhdojnë gjuhën shqipe në tëna troje shqiptare. Pra erdhi koha me u bashkua malsia në dyant kufinit. Jun nga Kastrat, jun nga Trieshi, por tash jemi bani. Absolutisht. Qëre, nana e babës tem linë rritën Bojaj. Edhe nana e me linë rritën Vuqina në Pikal, kështu që unë jam pjesë e unë linë rritën Bojës Kastratit, unë jam malsor 100% dhe jam shumë krenar dhe jam pjesë e çdo aktivitetit që ekziston që malsia e madhe prej në pruat thatë, prej në vrak, e deri që del në malet gruc, e tana ato male na jena krenar që jena malsor. Në plavën Gusi, e deri në liqen Shkodrës, është malsia e madhe. Kështu që duhet krenohemi me vendin tonë të mrekullueshëm, se na merr malli ne që jena laguën nga i vend, por sinqerisht që është vendi më i bukur në botë, që se ndroj me askan tjetër. Ju falenderoj shumë për prononcimin tuaj, ishte ky Prel Popaj nga Kastrati i Malsisë së Madhe. Ju falenderoj për kontributin tuaj si gjithherë, ku e don nevoja ju ndihmoni dhe do të ndihmoni. Të gjitha çka jepni, qoftë Zotin të mirat familjes tuaj. Falenderoj edhe një herë në emër të krejt stafit të ACTV, se dhe ju keni kënë dhe jeni pjesë e saj, pa marrë parasysh se ka njëherë gjejnë një punë tjetër, por ju e ktheheni përsëri. Edhe një fjalë të mirë për ACTV, një ndër televizoret më të mira në Shtetet Bashkuara të Amerikës që flet shqip, dhe ju përgëzoj dhe unë jam gjithmonë pjesë e këtij televizori. Edhe do të jesh. Falenderit. Falenderit për prononcimin tuaj. Këtu gjendemi edhe me John Martin Franin Ulaj. Është një biznismen i njoftur, kontributor i mirë, kontribon për çështje shqiptare. Në veçanti për malsorët, dhe sa e ka marrë vesh se bëhet një fundraise për televizorin Boeing të Malsisë së Madhe, Gjani është bashkangjit. Johnny, we're going to interview in English because you were born here and of course you know better in English. Thank you for your contribution for TV Boeing. TV Boeing, you know, it's the only TV that speaks Albanian only. Okay. And Montenegro and Tuz in Malsia e Madhe. You are from Malsia e Madhe. Your father, grandfather, great-grandfathers, everybody came from Koya. So tell us a little bit your impression and how you like these activities, that how Malsors getting together to help each other. Well, it's an honor. It's an honor to be here. I am Jam Djali Marti Frani Bayraktari Uljaj, and my dad was a very traditional person, a man of great reputation and honor and respect. And Joseph Davukai gave me the honor here. He says, come to the fundraiser. We want to spearhead this project here, and we need basically a radio station that will reach out to the Albanian community and these kind of grassroots businesses that we're going to start here. And I was very honored to be here tonight, well, this evening. And basically, this is the beginning of a good start. So I'm looking forward to many of these other ventures, and I hope the best. And I thank you so much for the opportunity to be here, and good luck to everybody. Thank you so much. God bless you and thank you. You are very idol for young generations. They were born here
and they contribute back in old country where we're coming from. God bless you, and God bless your You too. family and Thank you everybody. so Thank much. you. You Thank too. you. Thank you, God sir. bless you. Thank you. Teleshikues të nderuar këtu drejt për drejt nga vendajku në këtë restorant luksos të familjes tinaj, po marrim intervista nga të pranishmit, njerëz që e duan kulturën, artin, muzikën, medjen. Në ndërta është edhe çifti i njoftur, këngëtarët e njoftur, jo vetëm të komunitetit tonë, por të mbar botës shqiptare, Jan Koll dhe Hannik Prelaj. Si ju e ndjeni veten kur bahen këto fundraising për të vetmin televizor që flet dhe këndon vetëm shqip në Maltëzi për televizorin Bojën, të ndjerit Tom Boja i tani, Sandra Bashortja me familje udhëhecin këtë televizor? Na ndjem vetëm shumë mirë dhe kënaqem kur kem mundësi me një televizorin shqiptar, në tu si vetëmi televizor që na ka mundësi edhe me ditë edhe me folë shqip, fëmijët tanë, dhe uroj gjithë të mija televizorit shqiptarë në tusë. Hanë, kjo është një urlilse, nuk ka veç televizor, nuk e di se si menon ju, si kishim me pa jetën në Malësi pa këtë televizor. Përshëndetje Luish Spari, përshëndes televizionin tuaj dhe përshëndet gjithë shikuesit. Kam dëshirë të përshëndet edhe të përshëndes TV Bojën. TV Bojën është një gjë shumë e madhe për malësorët edhe për diasporën. Unë për vetin në atë kohë kur është hap televizioni Bojën në Malëzi, kam privilegj edhe të flasë për atë televizor, se deri në atë kohë nuk kishim mundësi, po njëherë një javë priqim kronika Shqip që ka qenë, me ndihua dhe gjithmonë kam qenë falendëruese të ndjerit Tom Bojaj. Po shoft i shet atje dhe lavdi qoft tërë jetën që ne hapi atë televizor dhe ne hapi sytë gjithë shqiptarëve që të ke mundësi, edhe gjuhën tonë mi e kultivua ma bukur është. Dëshiroj të përshëndes edhe Sandrën, ju uroj të punë të mbarë, ky aktivitet është i domosdoshëm për atë televizion që populli ynë malësor tanë të kenë ku të flasin Shqip, tash ka dhe media tjera, por në atë kohë ka qenë domosdoshme dhe i falenderoj për gjithë jetën. Uroj suksese, nuk është pak të gjithë të kontribojmë për atë televizor, edhe i falenderoj gjithë këta shokë që kanë ardhur sa donator me dhanë edhe oprin Zotit marrën gjithve. Ju falenderoj shumë, ishin një prononcim i shkurtën prej Koll dhe Hannik Prelaj, këngët e të cilëve gjithmonë ndjekim me vëmendje në televizorët, në mediat shqiptare, në Bojën, po dhe në televizorët tona. Falenderoj për prononcim. Një kohë kur shumë gjëra ndryshojnë me shpejtësi, mbajtja gjallë e fjalës shqipe mbetet një nga detyrat më të shenjta që kemi. Prandaj, sonte duhet të shpreh me përullësi, respektin dhe me njohën time më të thellë për secilin prej jush, për të gjithë dhurosit, donatorët dhe mbështetësit tonë, të cilët ndër vite keni i qëndruar pranë me besnikëri këtij misioni fisnik, pa lënë asnjëherë vetëm.
Falës dhe vërgjërsisë suaj, dhe punës së paljollur e të përkushtuar të bashkëpunëtorëve tanë, TV Boeing ka arritur të qëndrojë fort, i qëndrueshëm dhe i palë kundur, si vetmi televizion në gjuhën shqipe në trojë shqiptare në Maltëzi. Kjo është një arritje që nuk matet vetëm me mjete materiale, por me vetdije kombëtare, me dashuri për gjuhën amtare dhe me besnikëri ndaj rrënjeve tona. Një falënderim të veçantë duhet të drejtoj grupit organizativ të kësaj premje, në krye me avokatin e minjor Josef Detvukaj, për punën e paljollur, për kushtimin dhe dignitetin me të cilin kanë mbajtur gjallë këtë nisë të madhe kombëtare. Po ashtu duhet të shpreh vlerësimin ton sinqert për mediat shqiptare këtu në Michigan, qësisht ALTV USA dhe ACTV, të cilët me bashkëpunimin dhe përkrajnë e tyre kanë ndihmuar fuqishëm në zgjerimin e forcimin e zërit ton të përbashkë, si dhe të gjitha mediave tjera letrare dhe sociale. Por sonte në mënyrë të posaçme dëshiroj të shpreh respektin dhe minjohjen time me të thellë për bujarin e rrallë dhe fisnikërin e familjes së Gjergj Franit, gjithësisht Vat Gjergjit, Tinaj dhe familjes tij. Ata kanë hapur dyert e këtij vendi me zemër shqiptare, duke vënë pa asnjë shpërblim në dispozicion lokalin, ushqimin dhe shërbimin për këtë premje. Kjo nuk është vetëm mikpritje, kjo është fisnikëri shqiptare në kuptimin më të lartë të fjalës. Është ai shpirt burror e zemërbardh që ka mbajtur gjallë kombin tonë në kohë të vështira dhe që edhe sot na bën krenar para njëri tjetrit. Njëkohësisht kam kënaqësinë t'ju njoftoj se punimet për ndërtesën e rrjetit të Boeing kanë hyrë në fazën e fundit. Ky është një çast i rëndësishëm dhe historik, jo vetëm për TV Boeing, por për barë komunitetit shqiptar në përgjim dhe për shqiptarët e Maltësisë së Madhe. Ëndra që dikur duke e largët, sot fal jush po bëhet realitet. Dhe ajo që më prek më shumë është fakti se shumica prej jush po jepni ndihmë për herë të dytë. Ky veprim flet më shumë se çdo fjalë. Ai dëshmon se kjo vepër nuk mbahet mbi interesin, por mbi dashurinë, nuk mbahet mbi detyrimin, por mbi ndërgjegjjen kombëtare. Sonte po dëshmojmë se një popull që ruan gjuhën, kujtesën dhe vlerat e veta mbetet gjithmonë i fortë, sepse kombet nuk mbijetojnë vetëm me pasuri materiale, ato mbijetojnë kur ruajnë shpirtin, gjuhën dhe dignitetin e tyre kombëtar. Në emrin tim dhe bashkëpunëtorëve të projektit, ju falenderoj nga zemra për pranimin tuaj, për bujarinë tuaj dhe për besimin që vazhdoni të na jepni. Zoti ju bekoft, familjet tuaja, malësinë tonë dhe bashkë shqiptarët kudo që ndodhen. Tani, me lejoni që të ftoj kryetarin e Këshillit Organizativ të këtij projekti, zotri avokatin e minjohur Josef Detvukaj. Të nderuar miq, të respektuar antarë të komunitetit, vëllezër e motra të Malësisë dhe të gjithë juve që jeni mbani gjuhën, kulturën dhe trashëgimin tonë në zemër. Veçanërisht faleminderes Gjergj Franit Tinaj me djenë për këtë sofër që e shtruan sonde për ne për këtë projekt. Sonde nuk jemi mbjellur vetëm për një objekt pamirës, nuk jemi mbjellur vetëm për të lanë një kontribut financiare, sonde jemi mbjellur për diçka shumë më të madh, për të mbrojtur zërin ton, kujtesën ton dhe identitetin ton kombëtar shqiptar. Projekti i studios TV Boeing nuk është thjesht një projekt me kamera, trita, mikrofona e pajisje teknike. Ky projekt është një shtëpi për fjalën tonë. Është një vend ku
do të ruhen tregimet tona, historia jonë, traditat tona, këngët tona, kujtimet tona dhe mbi të gjitha gjuha shqipe. Vazhdimësia e gjuhës shqipe është shtylla e këtij projekti. Është ka një Amerikanin me famë, i kanë thënë Oliver Wendell Holmes Sr., ai ka bërë një thënie, çdo gjuhë është një tempull në të cilën ruhet shpirti i atyre që e flasin. Sa e vërtet dhe sa e thellë janë të fjalë. Gjuha jonë nuk është vetëm një mjet komunikimit, gjuha jonë është tempull. Ajo mban lutjet e nanëve tona, urtësinë e baballarëve tonë, këngët e fshatarëve tonë, emrat e maleve tona, dhe kujtimet e brezave që kanë jetuar para nesh. Në gjuhën tonë jeton shpirti ynë. Kur do pësohet gjuha, do pësohet edhe një pjesë e shenjtë e identitetit tonë shqiptar. Kur një fëmijë nuk dëgjon ma fjalë e gjyshit apo të gjyshes, prishet një urë mbes brezave. Kur një popull nuk i tregon vetit histori e vetë, atëherë dikush tjetër do të tregoj në vend të tij. Dhe kur një komunitet humb gjuhën e vetë, ai nuk humb vetëm fjalë, ai humb kujtesë, humb rrejt, humb një pjesë të vetvetes. Prandaj ky projekt është kaq i rëndësishëm. TV Bojen nuk është vetëm televizion. TV Bojen është vazhdimsi, është ruajtje, është edukim, është zëri i malësisë madhe, dhe i diasporës sonë të dashur. Është ura që lidh vendlindjen me mërgatën. Është kujtesa që u tregon fëmijëve tanë se nga vinë. Është respekti që u thot të moshuarve tanë se jeta, sakrifica dhe historitë e tyre nuk janë harruar. Të partë tanë lanë shumë ma tepër se pare. Ata lanë mundin e tyre, lanë rinin e tyre. Shumë prej tyre lanë edhe jetën për të ruajtur gjuhën, kulturën, tokën, besën dhe emrin tonë. Ata mbrojtën, ata e trashëguan që ne sot të mund të qëndrojmë këtu dhe të themi me krenari, kjo është gjuha jonë, kjo është kultura jonë, kjo është identiteti ju. Prandaj soni duhet të pyesim vetin me sinceritet, nëse të partë tanë lanë jetën, a nuk mundem ne të japim një kontribut nga xhepi ynë? Me pakta që mund të bajmë është të japim nga xhepi. Të japim me zemër, të japim me bujari, të japim me krenari, sepse kjo nuk është thjesht ndim, kjo është investim në familje, në gjuhën, në kulturën dhe në ardhmen e komunitetit shqiptar, jo vetëm në malësi, po gjithmonë identifikojnë shqiptar dhe flasin shqip. Një studio re do të thot program më të forta, do të thot intervista më të cilësore, dokumentare më të mira, programe kulturore më të pasura, lajm më të plota dhe një arkiv më i qëndrueshëm për brezat që do të vinë. Ky televizion i ka 25 vjet. 25 vjetori është ky vit. Imagjinoni se sa arkiva ka të malësisë madhe. Imagjinoni sa i ndjeri Tombojaj ka incizua dhe para 2001-shit, kur u themelua TV Bojen. Të thot që fëmijët tanë
të shohin vetën në ekran, do të thotë që mosharit tanë të dëgjojnë gjuhën e tyre me nderim, do të thotë që komuniteti ynë të mos hesht. Vëllezër e motra, çdo brez merr një trashëgimi, por çdo brez ka edhe një detyrë. Ne kemi trashëguar gjuhën, kemi trashëguar kulturën, kemi trashëguar emrin, tani duhet të vazhdojmë edhe të vendosim se çfarë do të lëm brezëve pas nesh. A do të lëm heshtje, apo do të lëm një zan të gjallë shqip? A do të lejojmë gjuhën tonë të zbehet, apo të ndërtojmë institucionet që mbajnë të fortë? A do të nderojmë sakrificat e të parve vetëm me fjalë, apo a do të nderojmë me veprat tona? Sonde, vepra do të thotë mbështetje, vepra do të thotë kontribut, vepra do të thotë të qëndrojmë pranë temi bojën edhe të themi gjuha jonë meriton një studio, kultura jonë meriton një platformë, populli ynë meriton një zanë. Le të japim jo nga detyrimi, por nga dashuria. Jo pse dikush na kërkoj, por sepse historia na thret, jo vetëm për transmitimin e sotmen, po për fëmijë që pas shumë vitesh do të dëgjojnë gjuhën tonë, edhe do të shohin kulturën tonë, edhe do të kuptojnë se dikush para tyne u kujdes që ajo të mos humbet. Një studia mund të ndërtohet me mur pajisje Trita Camero, por themeli i saj i vërtet është dashuria e një populli që nuk pranon të harroj kushash. Le të jemi ai popull, le të jemi ne, brezi që nuk priti që dikush tjetër të ruan të gjuhën tonë. Le të jemi na brezi që Allah. Le të jemi na brezi që ndërtoj. Le të jemi na brezi që u sigurua si tempulli i gjuhës sonë të qëndroje fort. Ju faleminderit nga zemra, Zoti bekoft komunitetin shqiptar, kudo që janë në përbot, të cilë shumë nga diaspora prej çdo vend ku flitet shqip, Shqipni, Maqedoni, Kosovë, Maltezi kanë lanë për këtë projekt, për këtë gjuhën tonë të rëndësishëm të dashur, cila e vetmja dallon me çdo kohë, me çdo popull evropian. Kultura jonë të vazhdojnë të vijojnë e bekov Zoti, ju faleminderit. Vërtet nuk gjen fjalë për të shpreh falënderimin për prezencën tuaj këtu, por do të falenderoj ata të cilët nuk janë këtu momentalisht, por ata kanë qenë janë me ne me kontribut për arsye të ndryshme, ata nuk janë me ne fizikisht, por kanë qenë me ne, dhe arkatarët e nderuar më vonë do të na lexojnë emrat e të gjithë atyreve që nuk janë, por kanë kontribuar dhe juve që jeni këtu. Më lejoni që në emër të Këshillit Organizativ të falenderoj edhe këngëtarin minjor Fran Lucaj, si dhe instrumentalistin Mikel Gjoka, të cilët sonë të falas do na këndojnë dhe do na arktojnë. Edhe njerë falenderit shumë. Gjithashtu duhet të falenderoj edhe një donator tjetër përveç me lek, ka shpër dëshirë të në adhuroj edhe 450 qevapa, e është Gjergj Lajçaj, pra ka shpër dëshirë që të në ndaj edhe këta përveç asë kontributi tjetër që ka dhenë. E duhet një tjetër të përshëndes Det Kol në Culaj, i cili poshtu ka shpër dëshirë të nësile raki i këtu, edhe në është dhe ma shumë se sa kemë këtu, sa është e nevojshme. Falenderit gjithve. Kam derin të ftoj këtu sot një veprimtar të jashtëzakonshëm në komunitetin tonë, një atletar të shquar jo vetëm në vitet e fundit, po që nga momenti që ka ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është gjendë emri i tij në çdo aktivitet dhe aty ku është dhënë çdo lek ose para për të kontribuar për mendsinë e madhe, ai ka qenë aty dhe është edhe koordinator për projektin. Fjala është për Marash në Cullaj, dhe ftoj që
të vi këtu tek mikrofoni dhe të na thonë 2-3 fjalë. Mirëmbrëma zgjidhve. Me të vërtet, është i kënaqësi e madhe me fol unë para jush sot, s'pari të me pas prinsin fetar dhe prinsin shpirtnor, Dom Dinon, zbashkut me antarët e 2 kishet tona dhe të komunitetit shqiptar të Michiganit. Ju përshëndes gjithëvet nga zemra, përshëndes familjen e gjesht tinaj për këtë mikpritje, jo vetëm që të kalojmë në natë të bukur, jo vetëm që të pijmë dhe të hamë, por të tregojmë vetë vetës mas parit që ato kufit e mallkuam që janë vu, diaspora shqiptare si pranon, si ka pranua kur, si pranon sot, as do t'i pranoj kur për shekuj. Pra me të vërtet ky projekt sot dhe ky tubim nuk është vetëm për Malsin, por është për shqiptarizmin. Dhe këtu tregon fakti se Malsia me TV Boj nuk është ma projekti i ngusht vetëm i Malsi Stuzit, por me financë të gjithë shqiptarëve ku do kanë lind, kanë prekrah këtë projekt. Unë përshëndes kryetarin e këtij grupit, apo këtij këshillit, avokatin Gjozef Vukaj, dhe gjithë antarët e grupit për punën madhështore, por puna jonë është ma e lehtë se ju, bashkëvendas, motra dhe vëllezër, që të napim shumë prej vetes, por ju e dini shumë bukur sa me rëndësi është TV Bojnë dhe në çdo ngjarje kombëtare qysh Nolit kur ka ditë me përkrah kryegritjen e Malsisë të Dexhën Lulit, edhe atëherë kanë bashkua. Kanë kënë Korçart, kanë kënë shqiptarët e asaj kohë që kanë jetuar në Michigan, janë shifrat, nuk i di tamam, por janë, nuk i di me siguri sa, por janë vazhdua ajo bukurie e diasporë shqiptare, dhe këtu sot në Michigan mund të thomë lirisht para jush, para kameret dhe para gjithë shqiptarëve. Shqiptarët e Michiganit janë shumë të fortë, janë shumë të organizuar. Jo vetëm gjeneratat e vjetra, por gjeneratat e reja që po rriten, mund thomë me gjithë përgjegjësi që janë rinia më e mrekullueshme. Dhe së bashku do të arrisim shumë. Për familjen tona këtu që jetojmë, por edhe për vendimin që e kem lënë. Pse e kem shua, se kem harrua. TV Bojnë është një program që i Malsin kuptohet vlera e TV Bojnë sa është përkrahja kaq e madhe. Tregon ndoshta ju su duken shumë njerëz këtu sonte, por në fund keni me i pa shifrat dhe matematika është ajo e vërteta. I ndjeri Tom Boja e para 25 vitesh filloi programin me siguri vetëm, me bashortën e tij, pa anim, por me besim, me dashuri për Malsin, për flamurin kuqezi, për gjuhën shqipe, që në ato kohëna ite Malsia në rrezik. Në rrezik të ekzistoj, se nuk lypet të ekzistoj Malsia kur nuk flitet ma shqip. Nuk lypet TV Bojnë kur flamuri kuqezi nuk lejohet të dihet ndazma, në festa, në gëzime. Nuk lypet TV Bojnë kur fëmija të Malsis flasin serbisht me njëri tjetrin. Por indikimi i TV Bojnë ka ma shumë. Me gjithse aj ite një vizionar, një atletar, i do të Malsin shumë, por do të shqiptarizmin. Por shumë herë, aj shprehej që gjdo shqetësim që e kite gjithë shpresën në diasporën. Sa bukur e pas ka njofta e diasporën. E pas ka njoft shumë mirë. Gjithmonë shpresat e ti kanë kënë diasporën. Me gjithse fati i ti nuk je që ti thoj gjatë,
për familja e tij, bashkëshortja e tij Sandra Boja e nderuar, me stafin, me fëmijën dhe me diasporën, se është e vërteta që qysh sa kryu ateve bojnë Gjerqi Vezaj, Tom Gjokaj, Prenk i Vezaj sa shktu, Prenk Gjokaj, janë shumë Luvi Gjokaj, Pashko Gjokaj, Maloti Vezaj, shumë e shumë njerëz në finles, atër si kem lënë ka 5.000, ka 3.000, por ka $200, $300 dhe kem fillua me përkrah TV bojnë, se besoshim shumë në ta. Dhe kem pas shumë drejt atër, por kem shumë drejt edhe sot, që si diasporë, ti tregojmë malësisht që na se harrojmë kur. Pse e kem shua se kem harrua. Pse jetojmë në Amerikë, e ndoshta nuk do të jetojmë në malësi, do më thonë që ne vazhdojmë të përkrahim ata gjonë më të shtrenjtë, çka do t'i lypet malësisë? Përkrahje, çdo njëm që t'lypet, në çdo vend në trojet shqiptare, besoj që ju, burra e burnesha, që i një këtu sonte, do të përkrahni ata çka lypet pra të vend, që çdo plam toket është la me gjak. E ju se keni harrua, por kjo në trashëgimi e familjeve që va kanë lënë. Por së bashkut do të dalim faqebardh. Unë duhet falenderoj gjithë ata që janë këtu sot, që kanë përkrah TV bojnë me financë, dhe punën që Gjozef Detvukaj, advokati Anton Laqaj, doktor Anton Laqaj, kanë punua shumë, Maloti Vezaj, dhe gjithë grupi kemë punua që të arrit së bashkut të kemë sukses. Me siguri, ju meritoni shumë, por nuk di që ka më thënë tjetër vëtë respektin do të kini për gjithmonë prej nesh, dhe emri çdo janë prej jush, do t'jetë në të plakën në malsin, sa t'jetë malsia dhe sa t'jetë trojet shqiptare. Rënof TV bojnë, rënof malsia, rënof Shqipnia, rënoshin shqiptarët ku do janë, rënof bashkimi kombëtar. Të përshëndes dhe ti uroj mirë se ardhje Dom Dino Qekrezi, mirë se keni ardhë, falenderit për prezencën tuaj, prezenca jurë në ndëron, falenderit mirë se ke ardhë. Tani kam derin të ftoj këtu para jush një djalë shumë të mirë, është ma burë, po unë kam qe me i quaj djeli edhe deri, sa adi bojnë të 10 vjeqë. është pjesëtar i kësaj familje, rrim nga një familje jashtë zakonisht të mirë. Edhe çuditërisht armistë janë mundua gjithmonë të na ndajnë, ta bëjnë kufi, ne të na quajnë shqiptarët malit zi, ata ti quajnë shqiptarë shqipnis. Pra neve shqiptarë, gjithë të shqiptërisë etnike dhe kemi nderin dhe kënaqësinë që pjesë e organizimit të këtij projektit është djali i Gjergj Pranit, që është avokati i dytë, sepse ai vetë thot avokati i parë shpital ka kënë Gjergji, kurse kjo është avokati i dytë, avokat Ervin Tinaj, që është njëkohësisht vëllai sekretar i këtij grupit. Ervin Tinaj, mikrofoni për ju, dhe faleminderit. Të nderuar pranishëm, shok, miq që kumar, dashur, vllazër dhe motra, mirë mbrëma, mirë se ju kapën i manzë. Ju falenderoj secili prej jush për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj. Kjo është i nderuar faqe i faqen e bardhë, Zoti ja shtoft dhe ja shpërblet. Për mua është një nderë me kënë këtu sot dhe para jush. Me ta drejtën e të rëmë për me marrë pjesë për këtë organizat, nga me nuk e vetë dhe ka me ndohë se në të manga përse dhe në ka të ashtë të njëri për i tjetër. Por, si do kjo të arsyja, ka në ka me mësh, vetë jam shumë i kënaqur me kënë këtu pjesë e kësaj. Jam shumë mirë njohës me kënë pjesë e këtij grupit, një grup që jashtëzakonisht bashkëpunon me mirë kuptim, harmoni dhe me zemër e me shpirt për këtë kaz. Duhet me kënë, tamam është një shembull
për çdo organizat apo nisje projektës për të ardhmen. Shpresoj se janë të dashur ata me mua sa janë vetë me ta. Por më rëndësi se organizata është projekti që kena marrë përsipër. Në fillim, përveç emrin TV Bojnë, nuk kam ditë shumë për ta. As ma shumë që mësoj për këtë mision dhe për projektin e saj, as ma shumë e shenjt është këtë projekt dhe as ma shumë lidhjet njeri me këtë kazë. Kjo është ma shumë se një projekt, kjo është pikërisht një përgjegjësi, është një obligim, sepse çdo brez përballet me sfidën, me ruajt identitetin tonë dhe lirinë. Identiteti dhe liria janë gjithmonë në rrezik dhe secili brez e ka detyrë me luftu për ta dhe kjo është një brez larg pa u shua. Pra, identiteti e liria janë nuk trashëgohet përmes gjakut, po këto duhet me luftua dhe me mbrojt dhe me përcjell në brezin që vjen. Armiqtë tonë shekullor, qëllimi i tyre është i njëjtë, më është duk si kom, megjithëse metodat ka ndryshuar. Sot metoda është lufta ndërmjet medias, lufta informacionale. Ekrani sot e telefoni janë fusha e betejës që janë tikur. Si tha avokati Vulaj, kur ishim në New York, ai që kontrollon mikrofonin, ai kontrollon bombën. Dhe kjo është lufta që kemi sot. Televizori Bojnë lufton në këtë betejë. Tom Bojaj nuk e kam njoft, po aja ka një njërë me vizion larg pamës dhe atë vizion e larg pamës e kena na sot obligim mja qua e mja plëtsua. Ka pas zemrë e shpirt me rujt kohën, gjuhën dhe kulturën dhe me brezdat që vinë. Fatkeqësisht ai ka në ruaj jetë, po emri i tij, puna e tij, vizioni i tij, idejat e tina nuk i hjek as ligji, as dhuna, as forca. Idejat e tina nuk i flet as armiku, as pushka, as topi. Pra, ky amanet është i joni me përgjegjësi dhe me plotësua këtë obligim. Mja quen vend e mja plëtsua dhe brezat që i vinë me i gëzua vizionin e tina. Pra, edhe një herna, mirë se ju ka prënë Zoti, faleminderit se cilit prej jush, se pa ju kjo nuk plëtsot. Zoti ju bekoft, gjithmonë bashkë, gjithnja ma shumë, gjithnja ma mirë. Faleminderit. Edhe njëherë lejoni të falenderoj gjithë ju do ishte një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe të merrja me emën, megjithëse do ju marrëm me emën arkatarët më vonë, por sinqerisht jem shumë mirënjohës për kontributin që ju keni dhënë. E vlerësojmë tej mase sepse pa juve ne nuk kishim pas mundësi të bëjmë asgjë. Tani, nëse dikush shpreh dëshirë para se arkatarët në lexoj emrin, jeni ma tepër të mirëseardhur të ndani ndonjë fjalë përshëndetse, ndonjë sugjerim në lidhje me punën tonë. Unë do t'ju njoftoj edhe një gjë që neve kem qëllim që inaugurimi i objektit të ri të televizionit Bojnë, ku në vetvete përfshin 2 studio, të cilat do t'jenë studio profesionale, dhe të gjitha llomat dhe zyret tjera për krahase, mendojmë, pra tentojmë që ajo datë jetë 18 gushti. Dhe nëse ju do ndodheni në Shqipëri, se në troje shqiptare jeni ma tepër se të mirëseardhur të jeni pjesë e atij manifestimi shumë gëzuar. Edhe njëherë, para se të jap fjalën të përndeshmit, do më Dino Çekrezi për të na përshëndetur dhe nikosisht për na bekuar darkën. Nëse dikush ka dëshirë të thonë diçka, jeni ma tepër se të mirëseardhur, sepse e konsiderojmë se jemi një familje, një bashki
qetësisht si vëllezër dhe motra këtu në shtëpinë e Gjeshpranit me familjen. Nëse nuk ka të tillë, tani kam nderin të ftoj Dom Dino Qekrezin na përshëndes dhe njëkohësisht na bekoj këtë tubim dhe darkën, dhe pastaj do ju japim fjalën arkatarëve dhe ata do na lexojnë emrat dhe do shohim kontributin që është grumulluar në Michigan sonte dhe këtyre 2 javë që pa ndërprerje bë telefonata, ju kena shqetësua, shpesh fjalën dhe një fjalë tjetër, vërtet jo vetëm personave gjithësisht si individ. Duhet falenderojmë shoqatat, të cilat veprojnë këtu në Michigan, në New York dhe Kaliforni. Vërtet kanë kenë shumë për krahas të këtij projektit dhe na kanë ndihmuar pafundësisht dhe vazhdojnë të ndihmojnë në realizimin e këtij projekti. Faleminderit. Dom Dino Qekrezi, fjala për ju. Kënaqësi për mua me ju pa të gjithë me këtë ftyrën tuaj, gëzim për ne që me kanë së bashkut, e bekoj Zotin për gjithë secilin prej juve, edhe për vullnetin tuaj të mirë. Ju e dini se vetëm kur s'më mbajnë kurrë, as prifti, as papa, as ju, as ata që e kanë filluar nisëm, e besojmë gjithmonë se çdo nisëm e bive të hyjt e për krah Zoti, e shihet se qyse diçka nxit vullnetin tuaj të mirë me kanë së bashkut, e me i përkrah këto vepra shihet se dikun Zoti jashtë në gjithë shka e vepronin të vërtetë. Dhe e falenderojmë Zotin që ju vazhdimisht vazhdoni me kanë bujar, zemër but, edhe me erujt ata që ka u kanë lanë të parë të uj, është një mrekulli të vërtet. Ka thonë pare Joseph se, qka do na me ju lanë pasarësve tanë? Vërtet është i pyetje themelore për çdo njërin prej nesh. Qka du me ju lanë aty në njerëzve? Shpresojmë Zotin fort se këtë qka na kanë lanë të parë po që ka. Por dëshiroj që bashkë me juve, me ja hap zemrën edhe i hiri që Zoti besoj se do me jalan kombit tonë shqiptar, pse Zoti e një etjen tonë. Edhe kapacitetin që kena, po dhe etjen tonë të madhe, edhe pa mundësin që kena, pse pa ta vërtet s'mund bajmë, na dim se s'mund bajmë kur qa. Shu që është një fjallë në gjirë, që thot që ka dëgjoni të përshpëritet, në pëshetësis, me në vesh, shpalleni në për pulaze. Kjo shpalleni në për pulaze është radio edhe televizor. Jezus i qysh atër na, si me thane ka pa të ardhmen e jetës zonë, edhe ka da me në lanë me ditë që ka me shpallë në për pulaze. E kjo që ka përkrahni sot, dëshiroj që një ditë e di se e flasim edhe fjallin e Zotit, e flasim atë, por primen që të shpallet edhe unë gjili, pëse të pasarësit tanë, ju e dini mirë tash, kanë nevoj për një frëm që janë shpirti Zotit e jetë e gjallë, ata e na që me mujt me e prek realitetin e jetës tonë, na nuk mund na pa shpirtin e Jezu Krishtit. Që që këtë vazhdimisht e bekoj Zotit, pëse e ndëroni, e dëshironi, unë e di se ju, kur nëroni një meshtar, nuk nëroni vetëm meshtarin, ju keni menë në zemër Krishtin që ju ka fali jetën e u shirkon shpirtin. Që që këto, kur ju vjeni preft të dini mirë su ka Krishti, vërtet. Njeri janë shumë, po sa është gja, e tanë kanë nevoj për anë që janë shpetimtari i botën, se për këtë dëshirë dhe sot, bashkë me juve mja besu Zotit këtë vepër, që vazhdon të ashtë sa kohë, po që të përgrahin Zotit e hiri tina, e t'i frëmzoj Zotit her pasëret njerëzit, që të bashkëpunojnë njerëzit vullnet mirë, e të gjajnë hirin e forcën për me bata qka vullneti Zotit me jetën tonë. Për këtë dëshiroj që ta kërkojmë hirin e bekimin e tirë këtë moment, në mëndatit, e të birit, e të shpirtit shajt. Amen. Ua të falenderoj me gjithë zemër për dashurin e madhe që i ke për mbargjinin njerëzore, për dashurin e madhe që i ke për popullin shqiptar, për dashurin e madhe që i ke për këta bij që janë këtu të pranishëm sot,
në zemrën e tyre gjajnë forcën për me ba mirë, e me ofrua forcën e vetë, munin e vetë, edhe dashurin e vetë mbi gjitha u Zot na që ka dhurojnë, na që ka japin. E ti sheh gjithçka, ti ke sëtë mbi gjithçka. Zemra jote sprovon ndjenje veshkën tonë, zemrën tonë, pse na ke krijuar, e mrekullisht na ke krijuar. Të kërkoj që të zbrazë shpirtin tanë mbi gjithë secilin që janë këtu, të bekosh veprën tënde që besojmë se i ke frymëzuar ti këto vepra o Zot, e ti do me quë për para. Ban që vazhdimisht të kem veshjen e hapur, në zemrën e hapur për ty, për vullnetin tanë, për synimet e tua, për planet e tua, për dashurin tanë që është të mshushme. Që ne të hinë shpirti i gjallë, lutena, në këto ditë që e presim ditën e shajve, zbrazjen e shpirtit tanë, ta kena një vëmendje të veçantë, një kujdes të veçantë për Zot për dhuratët e tua në këto ditë. E vdojnë të gjithë. Ta besojnë e gjithë këtë vepër, e ta besoj gjithë se cilin këtu me familjet e tyre, që ti ullheqesh e të shenjtrosh jetën e tyre. Ati ynë që jenë qiell, shajt nuk jaftë të mbirët, ardhë mbretëria jote, u ban vullnesha jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përdikshme, jep na neve sot, ndjena i ne fajet e mkatet tonë, si dim na fajtorë tonë, mos në lemeran të një, po në liron nga i keqime. Amen. Të falim Marihi i plot Zoti me ty, i bekuarie mbi gjitha gratë, e i bekuar fryt i barku tënd Jezusi. Zoti qoftë me ju. Për ndërmjetësinë e Marisë Virgjë dhe Shën Jozefit ju bekoftë, ju mbrojtë ju i gjithë pushtetshëm, Ati e biri e shpirti shëndet. Rujtë Zoti të mësë. Tani, besoj se në duhet në emën tonë, në emën të Këshillit Organizativ, në emën gjithë juve, të përshëndesim drejtuesit e televizionit Bojën që janë në Malsin e Mallë, në krye me Sandrën Bojën. Shprehim falenderimet jashtëzakonisht mira për të dhe për gjithë stafin për punën e mirë që bëjnë. Arsyeja se pse neve jemi sot këtu, është rezultati i punës allëtare që ata bëjnë për ditë që nga fillimi qëtësisht që 25 vite më parë. Unë duhet të ftoj arkatarin, njenin nga arkatarët sepse kemi 3, një është pak, 2 nuk janë bollë, 3 janë taman, Peti Camaj, Malot Ivezaj edhe Nua Nikolaj, po thonë se në du të me i pritë edhe një 2-3 minuta. Me gjitha ta nëse lejmëror edhe të tjerë që do japin kontribut, absolutisht nuk do t'i lam jashtë liste, si që tha dhe mara shima parë, në hyrje të ndërtesës të rejtë të TV Bojën, është një muri lartë aty dhe ne mendojmë e planifikojmë që të shkruajmë të gjithë emrat e gjithë donatorve në një plak mermeri, dhe aty do mbetet përjetësisht derisa ai objekt ekzistoj. Dhe po ashtu, do t'ju them se me qenë se shumica nga ju keni dhënë nga 2 herë apo 3 herë, ajo shumë do të bashkohet në një dhe do t'jetë do mundohemi që emri të përputhet me emrin original tuajnë dhe me shumën e dhanë, ashtu që ju dhe pasarësit tuaj do të kenë mundësi dhe rastin të shojnë ata emrat gjithmonë. Përshëndetje të gjithë pranishëm, dëshiroj t'ju përshëndesën emrin tim personal. Jo më ju falenderoj për këtë herë, por duhet t'ju falenderoj nga zemra për çdo herë e për çdo projekt që ka Malësia, Shqipnia, Kosova e krejt komi shqiptar anë e panë botës.
E di se kanë folë para met, edhe unë nuk duhe me zgjatë, këtu jam ma për t'i caktuam t'ja vresnerën me 2 fjallë dhe t'i ljap gjithë emrat e donatorve që kanë lanë sonte. Kjo është hera e dytë që po shoh shumë ftyra këtu sonte që keni lanë për 2 herë, por Zoti ja shtoft 1 milion herë në familje edhe ku ha dëshon zemra juve. Vazhdojmë. Ta shtihin më mirë. Gjozef Dedvukaj 10.000, Mark Nikol Pietrushi Luzjuraj 5.000, Mark Franzekat Dedvukaj 100, Gjerzefi Dedivanaj 5.000, Zef Kolmaci Gjelaj 1.000, Nikle Mario Luzjuraj 2.000, Luiq Cacaj 1.500, Viktor Pash Daka 500, Dukazini Mic 2.000, Gjelosh Marashi Nuculaj 1.000, Viktor Gjon Thaci 2.000, Tom Lulashi Nuculaj 1.000, Kristo Prani 1.000, Nik Luca Gjonaj 1.000, Lek Leci Gjonaj 1.000, Gjergjoka Berishaj 1.000, Pjetër Markaj 1.000, Dino Junqaj 2.000, Arben Plumaj 1.000, Everest N. Juliana Haji 1.000, Zefnik Prelaj 1.000, Gjok Nikola Lulaj 500, Patrik Ivezaj 200, Albin Ivezaj 200, Det Gjergji Dedvukaj 5.000, Pashko Noshi Gjokaj 500, Zef Noshi Vuqinaj 200, Zef Toma Gjonaj 300, Gjers Nika Ivezaj 1.000, Mart Gjergji Berishaj 1.000. Alban Gjergji Ivezaj 1.000, Shoqata Malësia Male 5.000, Gjevalin Gega 500, Vasil Marashi Ivanaj 200, Pal Shkreli 3.000, Gjelosh Marashi Nuculaj 1.000, Mark Luca Gjokaj 1.000, Deni Nikprenelaj 500, Steve Zefi 200, Tom Gjergji Gjokaj 500, Prel Popaj 200, Dila Oroshi 200, Gjelosh Gjoka Gjonaj 200, Pjetër Gjoni Dushaj 500, Mikel Demaj 3.000, David Junqaj 2.000, Noa Gjergji Nikolaj 1.000, Vasko Perkaj 500, Adrian Bruqaj 1.000, Ilir Marku Gjokaj 500, Gjergj Frani Tinaj 1.000, Zef Toma Berishaj 500, Pjetër Gjergji Berishaj 200, Luiz Roku Nilaj 300, Marian Pashku Bujaj 1.000, Noa Dedvukaj 500, Kola Ivanaj 10.000, Anton Kol Ivanaj 1.000, Albert Kol Ivanaj 1.000, Robert Nika Ivanaj 1.000. Fran Zefi Cacaj 1.000, Fran Lezef Berishaj 10.000, Gjon Martin Frani Ulaj 1.000, Shoqata Koja 3.000, Noa Lulashi Gorvokaj 1.000, Tom Noshi Kolqaj 500, Nikol Noshi Ivanaj 300, Anton Deda Gojqaj 300, Luiz Roku Luzjuraj 1.000, Simon Toma Gorvokaj 1.000, Malot Prentashi Gojqaj 1.000, Robert Deda Shkreli 1.000, Wilson Toma Gorvokaj 500, Mario Marash Lucaj 1.000, Rok Lulashi Nuculaj 200, Gjelosh Lucaj 5.000, Alba Cili le Driton Palaj 1.000, Zef Pietri Dedvukaj 1.000, Rolanda Sheko 1.000, Lindon Leka Lajqaj 1.000, Edi Gjergj Gojqaj 5.000, Gjergj Berishaj 1.000, Kolnoshi Bojaj 200, Roan Ishaku Architekt 1.000, Rok Ujkaj 500, Anton Raja 1.000, Suzana Shkreli 1.000, Zef Selca 100, Nikol Suri Hysaj 100, Viktor Zefi Vulaj 1.000. Pashko Martini Dedvukaj 1.000, Anton Gojqaj 500, Franco Salaku 500, Kelmen Cekaj nga New Yorku 1.000, Arbenle Brunilda Kapolari 300, Gjok Pietri Gjolaj 1.000, Gjok Marku Nicaj 500, Tom Leka Nicaj 1.000, Luiz Gjokaj 500, Fran Gjoka 1.000, Mark Pietri Vushaj 1.000, Rok Noa Palushaj 5.000, Agron Noci 500, Pashkollë Gjok Koleci Gojqaj 1.000,
Mikel Kola Cacaj 500, Luigi Izgjok Palit Gojqaj 1000, Dot Zefi Lucaj 1000, Dot Nikola Kolqaj 500, Pjetër Markaj 1000, Nik Simoni Palushaj 10.000, Mark Kol Paloka Gojqaj 1000, Martin Luca Gojqaj me vlazën 1000, Everest Le Giuliana Haxhi 1000, Arben Plumaj 1000, Dino Junqaj 2000, Prek Zefi Camaj 300, Palok Gjergji Nikolaj 500, Zef Martini Zjelaj nga New Yorku 1000, Gjon Perkaj 1000, Kol Pietri Zjolaj 1000, Kol Lehan Nik Prelaj 500. Arban Shala 300, Anton Lajqaj 1000, Peti Camaj 5000, Gjon Pietri Zjolaj 500, Gazim Nacaj 100, Dom Dino Qekrezi 300, Pjerim Preka 500, Rok Gjoka Dedivanaj 500, Ylli Gilaj 500, Doktor Gjek Zjelaj 500, Marian Bujaj 500, Marash Lëdet Nuculaj 10.000, Malot Ivezaj 5.000. Me knasit male, kam dëshirë që të lajmëroj totalin e juve të dashur donator. Përsëri ju edhe ma parë u falenderova, prap u falenderoj edhe prap do ju falenderoj nga zemra për këtë kontribut kaq të madh. Ne mundësuat neve Malësis dhe krejt shqiptaris për TV Bojnë që të punohet dhe të përfundohet. Faleminderit grupit iniciativës, kryetarit dhe gjithë pjesëtarëve që kem bashkëpunua. Jeni kanë mrekullueshëm, me ju jam krenar, me ju jam i gatshëm gjithmonë të punoj dhe proj për Malësi, për kohën dhe krejt shqiptari. Rënoshi Saini, ton Saini dhe totali përconte $195.000 rrafsh. Aseli Izgjok Pali Gojqaj $1.000, totali $196.000. Edhe njëherë një dorë tërkitje të male për këtë kontribut të jashtëzakonshëm. Edhe do të përsëris edhe njëherë se kjo është vetëm fushata e raundit 2. Pra nuk është e përfshime bashkime ose grumbullimi të hollave në pjesën e parë. Në fund do t'i bashkojmë të gjitha dhe totalit sigurisht se do të jetë në një listë dhe lista do t'jetë përfundimtare publike, jo vetëm në atë plak, po do t'jetë edhe publike edhe në televizion. Edhe njerë ju faleminderit shumë për kontributin tuaj, paqen e bardhë. Edhe do t'inaj $500 nëse ka edhe në një tjetër deri në fund, derisa ne do hamdark, do të kemë mundësi të njoftojmë. Do të theksoj edhe njëherë është lexuar emri Dugagjini Mit, $2.000, po këta janë vlezrit Jetmir Nikol Dedaj dhe Shpëtim Nikol Dedaj. Faleminderit shumë, tani juftoj të gjithëve, edhe herat faleminderit shumë ty edhe familjes, edhe do me përshëndet edhe do t'inaj. Pra, unë jemi lirë këtu sepse jam të dajat e babs. Jo vetëm unë si malësor, por çdo shqiptar në Kelmen ka keni mirësarën gjithmonë dhe Kelmenin, unë e thëmë, është Kelmeni legendar dhe është kreneria e shqiptarisë. Pra, fjala për Gjesproni. Joftë do Kristje me njerë, e hërsjet nuk joftë, e oprim Zoti marë, e u bënë të hajnë buke e pijet e tona sotë dhe zhallë, se nuk ka kërfe e gazeti që i bënë këtë e u thafë. Na faleminderë shumë prej jush. Na ke marë prej një vendit me ruën, ke marrë me dërrobet shkyëve, i ke partonë shë që shoj tikset, me në matë që s'kesh dhënit prej qjellet, na ke marrë prej dhënit prej qjellet, të kemë rantokë pa ditë, ku shkoj pa ditë, ku vetëna pa shkoj të gumi zëtë. Edhe, ke marrë të ju, na kini nërua, na kini respektua, na kini pësua ku me shkua, na kini marrë në punë, kemë një pare, na kini lonë. Jara binë Zoti, unë një moftë, ja u shtoftë Zoti, se kjo është i gjallë, se mos e me të bartë në botë, nuk ke se malësor të tarë që janë atë i kufinit. Qështë se na jemi popër që ke marrë dhe na jemi mësuat gjithmonë me lypë qa ne pëkush. Ata të vjetëri që ka lënë e ka nështu e hërgjeti dhe tona sot dhe gjallë ka dek,
Këta të rritë për Zotin nuk njohin as njerës burni ka herë. Pra nejna, ju edhe fëmijat tonë se unë dhe gjallë vine i marrin punë tonë di shqypen me folë barabar se më parë prej Shqipnijet. Tonë të duke mene e malli i flasin në krishtë nuk kanë faj, kur kush është papa të nona që i mësoj, është të djalli janë 8 vjeç ka ardhë. Tjetëri malli ka ardhë 17 vjeç, djalli dorë 17 vjeç edhe vata 12 vjeç. Kem punua, kem vijet, na kini një mua edhe kem arrit ku e rrit. Edhe bos me lonë, gjithë ku i kanë hanet, i Zotin që vjertit ma te përse i duhet. Edhe Zoti u lashtë ja u prift marë se kjo është i gjallë se nimen prej ju. Më ka lollë kjo punë mua, kem shkua prej aty duhet me bon kishën vërmësh. Kur me bon kishën vërmësh, më thot e kryetari këshillit, po na jetë kisha pe bojnë prapë shpi kulturet. Prej aty, unë nuk e di qa me ba, thot, kam shkur ishte i ka shvetë. Po një kjo, po me dojë, po shkojmë të peshku, po e thomë u peshku të atje, i napin leje u peshku, t'jo si napin shku me aty, e ki djek, a që ki djek kosë, tambli frenë dhe kosin, thotë. Se më napin, shkojmë më marrë leje, murën leje, ertë me shre. Shokë tonë, nuk lanë asfalt në të halë. Kam dale, kam blirë, prej aty e fillë, $20,000 ishta, deri, kam blirë $20,000 më peshku. Kam shkuar një njërë, kam blirë $20,000 të tonë të ju, $40,000. Edhe, tonë Zotje ju, në bëndë, në një mundë, në kanë bëndë njerës, edhe mje keqë për ta që s'ka kërë i njerë, nuk jenë kërë herë sot dhe gjatë. Jo, shqiptarët e malësisë. Nuk jetë ta shkejnë ma shtu këtë meni. Këtë meni nuk janë shtë ata që janë kërë, që jenë dhe njerës që i bëzë ma keqë. Këtë meni vetëm lezendare e mje mundet përken, arkatari kallët të revet me në lezu, si duke do me apërë i dhe 200.000 të dhe dojë. Teleshikues të nderuar, pak nga pak do të arrijmë në përfundimin e kësaj mramje shumë të suksesshme. Ishte kjo fundraising për televizionin e vetëm në gjuhën shqipe në Maltëzi, televizionin Bojnë. Ky aksion ka filluar më tepër se një vit, por është me sukses të madh. Ky ishte një fundraise shumë i suksesshëm. Duhet falenderuar në radhë të parë pronarin e këtij venit, restoranin luksoz, të Vatës dhe Ervin Tinajt, bite e Gjergj Franit nga Kelmendi, të cilët e luruan këtë mramje falas, këtë ushqim gratis, janë të dashur dhe shok në bashkëpunim me Gjozef Dedvukaj, edhe ky është avokat, e Gjozefi ma është avokat tash 40 vjetë, dhe i urojmë të gjithat mirat këtij komisionit. Kemi prandesh veprimtarin e njoftur, njeriun i cili ka punuar shumë për komunitetin në këtë aksion për televizorin Bojnë, dhe është kryetari i komisionit për mjetet e grumbullura, për rindërtimin, rinovimin dhe riorganizimin e televizorit shqiptar në Maltëzi, televizorit Bojnë. Gjozef, ju lumt për këtë sukses. Vetëm sonde u bashkuan $200,000, është për knasi dhe duhet me u përgëzua për këtë sukses. Ju falenderit për punën që keni ba, ju e dini mirë se njeriu duhet me fillu diçka për me afru tjerët dhe me dalë me sukses. Prandaj malësorë gjithmonë kur kanë fillu diçka, edhe e kanë përfundua me nerë dhe me faqet bardhë. Ashtu dhe ju keni fillua dhe me nim të Zotit dhe donatorëve të bashkëvendasve tanë do ta përfundoni. Na thuaj diçka mbi këtë mramje, për kujtimet tuja, emocionet tuja, nga kjo darkë shumë e qelluar dhe shumë e realizuar. Faleminderit për pjesëmarrjen. Është kënaqësi kur komuniteti bashkohet për me realizuar një projekt të rëndësishëm, jo vetëm në malësi të madhe, po është një projekt për shembull që flet shqip edhe transmetohet në 4 qytete e botës. Ti se këtu do të moshurit edhe rinia domethënë e këshirë në televizion, kur transmeton gjendjen e Malësisë, transmeton lajmet e Malësisë, kështu që është kënaqësi që diaspora u bashkua. Sot na shken një fazë dytë e fond mbledhësit për këtë projekt, i cili ka filluar tetor me 2024-shin, kem vazhdua për me punua, me realizua këtë projekt, me gjithë se fondet e fazës parë nuk kanë mjafta, nuk kanë mjaftua,
Besoj që jem shumë afër me fondet që duhen për me krye projektin. Para kësaj natë është përfundua 70% e projektit, ka me 30% pa krye, me këto pare besoj që kam arrit 90% të kryet, mund tjetë 10% që nuk mjaftojnë paret, por besoj që bashkat lejtar që ekzistojnë këtu në diasporën shqiptare, se kjo është projekti diasporës. Kanë me kontribua, i kem disa persona për shembull që nuk kem ranë kontakt, po gjithni u interesën për me ba nim. Pra aksioni vazhdon. Aksioni vazhdon deri që të përfundohet projekti që është filluar tetor 2024. Joseph, sa mendoni që është totali i asaj që mendoni që duhet për me u realizua, me u finalizua ky projekt deri që të hapet dhe të shkojë në punim? Ky projekt e ka një çmim janë $600,000. Duhet me marrë parasysh se ku ja kem fillua projektin në tetor 2024, dallari euro janë kanë një me një. E sot nuk janë, është 82 centa, dikun 85 centa dallari me euro. Kështu që ajo na ka cit pak mrapan, po megjithatë ne kemi bashkat lejtar të mjaftueshëm këtu i patë një pjesë të konsiderueshëm, po ke pas edhe njerëz që s'kan ardhur, po i kanë lënë nimen e tyne financiare, edhe po gjaja edhe më e madhe është kur është bashkimi. Ajo është më e madhe se parja, domethënë se ti mund është me 1.000 vetë me lanë ka $500 e rrit $500,000. Edhin? E mund është është ma me rëndësi me lanë ka pak gjithë kush edhe me krye projektin. Joseph, mase junin krye kësaj detyre dhe sigurisht në detale i dini punë në ardhmen si do të rrjedhin, po themi menim të Zotit verën që këtë verë në fakt do të bëhet inaugurimi. Ju keni ftuar që gjithë bashkat lejtarët kush tjetë atje dhe të mundet janë të mirë se ardhun, atje do të vetë edhe një plak me gjithë donatorët që kanë dhënë emri të gjithëve do të jetë atje. Na thuani mas kësaj si do të funksionon ky televizor, si do të paguhen punëtorët, si do të paguhen rryma, internetet dhe shpenzimet e ndryshme që janë për këtë televizor. TV Bojën ka vazhduar tash 25 vjet. Ka pas nimin nga diaspora që është ditën e para, siç e dini aty, 2001 e këtej. Kështu që mendoj se kualiteti i programit ka me kanë shumë më mirë. Sigurisht kur është ambjenti i mirë, edhe tërhiq atë edhe kualitetin, tërhiq edhe gazetarët më të mirë, tërhiq lajme më të mira, angazhohen njerëzit e ventit më shumë. Kështu që besoj që ka me kanë aq më mirë pse kanë studion e re, më prej themelit, dhe i kanë 2 studio që janë me standarde internacionale për me transmitua. Besoj që programi ka me kanë maj pasur, ka me kanë për fëmijë, ka me kanë për diasporë ndoshta një orë, ka me kanë për Shqipni një orë, ka me kanë për Kosovë një orë, kështu që ka mu pasurua me shumë gjana që ndoshta kanë me gua, sepse s'kem pas mundësi me një shtëpi për shembull që ka pikë që janë kanë vetëm 2 llome të vogla që janë kanë për televizion. Atër ju mendoni se me cilësin kanë me u bashkua njerëzit që kanë biznise me reklamat e tyre dhe me reklamat e tyre, njoftime, lajmërime, për shembull, sa më të kualitetshëm që e ke programin mund të bash partner për shembull me Tibo, me një tjetër televizion Shqipnisë atë Kosovës për me i përcjell këto gjëra. Se ata kanë për interes të më dhanë me i pa bashkat lejtarët e tyre që jetojnë në malësi të mëdha. Malësia e madhe është thesari vjetër që e panzgjuhen kulturën e historinë që është e veçantë. Malet e kanë mbrojt. A e para mendoni ju si intelektual, si njëri që ke ardhur shumë i vogël këtu në Amerikë, e para mendon ti këtë lidhje pa Bojinin edhe në mes diasporës malësore në Amerikë dhe vendlinjes? Si kishe me paramenua ti pak këtë dritare të shajt që je kemi? Shumë me udop, kite me kenë, besoj që shtyhna ma shpejt, besoj që harrojmë, bjen harres malësia ma shpejt,
besoj që kjo trashëgon atë lidhje që kem me kulturë, me histori, me të partë tonë, dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ekzistencën e malësisë madhe e gjuhës shqipe. E gjuha shqipe është një vetmi gjë që kem na shqiptar që na dallon me tona kohë me tjera. Joseph, ju i njihni personalisht tani këtë familje dhe i keni ba bashkë me ka njerëzit tuaj. Këtë filloi ndiri Tombojaj, pas ka pa një vizionar dhe i ka pa gjanat se si do të rrjedhin për afërsisht. Tani e ka marrë gruaja e tij mas vdekjes së tij dhe me sukses, por duket edhe kjo është një person i vendosur që ky televizor kur mos bjen në duar të këqija apo në gjuhë të huaj dhe apo njerëz të huaj. Me të vërtet, shumë interesant, Sandra Bojaj, e shoqja e nderit Tom Bojaj, ka vazhduat vizionin e Toms, është e kam gullur se çfarë televizionit, çfarë pamjet, çfarë dritaret, çfarë gjuhën flet, e çka paraqet te populli. Aja është e vendosur ashtu që vetë jam çudit me të drejtën, sepse është shumë vështirë me zgjidh një burnesh ashtu. Ashtre, pa burr, me fëmijë, edhe të tanë janë angazhuar, ajo është një person e shumë e respektoj shumë me atë Kom në gjurë që dhe fëmijët i ka inkuadru, vajzën gazetare munohet, ka fëmijën e mirë, shkëlqyshin, po thëmë, jenë tanë të knaqën bordi, kem folë me ta shumë herë gjatë projektit, edhe ma parë kom lidhje me ta, se kem një mua dhe më thanë dhe kur është kënë studio e vjetër, dhe mendoj që ka me vazhdua. Unë jam 100% e angazhuam se e di se kush e ka ndorë TV Bojen. Me pa shteti i mali zi ndorë, vet i peni nuk e nam. Su e di se ata vetëm kanë me përdorë kundra popullit. Edhe është interesante, kur gjanë gjuhën sërbe aty nuk shef. Nuk shef sërbe, nuk shef turke, se ke televizione turke sërbe që transmitojnë në Maltezi. Kjo jo, vetëm shqip, edhe aja jo më pëlqen. Sa krenari jemi me mërgatën shqiptare, ju jeni kryesuesi i kësaj pune, po me gjithate, ju pa ne, na pa ju dhe pa mërgatën dhe pa donatoret nuk ka sukses kur gjo. Pra ndaj, qka ju thua njerëzve, donatorve, shpirt mirë që kanë da kafshatën e familjes vetë për këtë akcion dhe për kulturën shqiptare, për gjuhën shqipe, që të arrinë edhe këtu në Perëndim në Shtetet Bashkuara apo në Evropë, kudo që ka malësor dhe shqiptar në përgjithësi. Nuk ka fjalë që mund i thëmë falenderues edhe krenari për këtë diasporën shqiptare, cilët jo vetëm për këtë projekt, por çdo herë që është kanë nevoja kanë ecë përpara për me ndihmua, për me kryer çdo projekt që është filluar. Ajo domethënë është kënaqësi e madhe, dëshiroj që këta brez, ky brezi i vjetër të deportoj atë vullnet, atë dëshirë, atë kënaqësi, atë bashkëpunim, si që kanë bërë parte e tyne që kanë ardhur në Amerikë, edhe nuk kanë shlyer, nuk e flasin as anglishtën tamam mirë, edhe barabartë që kanë deviz, kanë ecë përpara, kanë themelua, kanë krijuar infrastrukturë që pak kush, besoj që s'ka kohë që e ka bën kaq shpejt kaq mirë në Amerikë. A mendohet të ketë një korespondent drejt për drejt nga Michigani apo New Yorku që të transmetojnë drejt për drejt në TV Bojen, mase tash i kemi edhe mjetet dhe mund raportohet drejt për drejt për ngjarjet që ndodhin këtu në diasporë? Absolutisht, sugjerimi jam është për çdo ditë 1 orë bashkëpunim ose 2 orë, si të ketë nevojë me pas transmetim prej diasporët, jo vetëm Michiganit, New Yorkut, Chicagos, kudo që jetojnë shqipfolësat tanë, sa aja është drejtare shqip e vetëm shqip. Teleshikues të nderuar, do të kishim shumë me folë me Josefin si kryetari i komisionit për këtë aksion shumë të suksesshëm. Megjithatë ne do të ndërpritemi tani duke falënderuar shumë për punën e shkëlqyeshme këtë komision, duke i falënderuar të gjithë donatorët, duke falënderuar TV Bojenin, Sandrën si pronare e saj dhe gjithë punonësit e saj, duke uruar që këtë vit, këtë verë, të batë një inaugurim i suksesshëm, sepse duhet të thonë një vërtet që nuk u cek, se kjo është një televizor që i bashkon të gjithë.
të gjitha krahinat, të gjitha malet e Malësisë, të gjitha fetë dhe të gjitha idet e gjejnë vetin në televizorin shqiptar bojnë. Në përfundim, Josef, edhe njëherë çka ju thua teleshikuesve tanë kudo që do të na ndiqin përmes ACTV. Shumë faleminderit për angazhim, për donacionet që keni bërë, mi realizua këtë projekt aq shejt, aq nevojshëm, aq të rëndësishëm për gjuhën shqipe në trojat tona të bukura të maleve të Malësisë madhe. Ishte ky Josef Dedvuka, advokati i njoftur i komunitetit shqiptar dhe shqiptarëve në Amerikën e përgjithësi. Miru takoshim me intervista tjera. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kishim përgatit për ju sonte. Ishte me të vërtet një mbrëmje shumë e suksesshme. Ishte një shembull se si malësorët në mërgim bashkohen kur duhet për të mirë të vendit, kur duhet për shqiptari, kur duhet për nder, kur duhet për karakter dhe njerëzi, kur duhet për arsim dhe kultur, kur mundohemi qelle brezave që vinë t'ja ulam porosi që ta duhen Malësinë, ta duhen gjuhën dhe kulturën tonë shqiptare. Dhe kjo na mangjall ne shqiptar kudo që jemi. E di sa është e vështirë, sepse fëmijët tonë, nipat tonë, linë dhe rritë këtu në Amerikë, por me gjithate përmes televizorit bojnë mundohen t'i përcjellin traditat tona, ngjarjet që ndodhin në Malësi. Prandaj do të bashkëpunojmë shumë afër dhe ne si televizori komunitetit ACTV do të bashkëpunojmë shumë afër me televizorin bojnë, duke uruar që këtë verë të bëhet inaugurimi i saj dhe të dalin me sukses. Urojmë pronarën, urojmë stafin, bashkëpunëtorët dhe gjithë kudo që janë. Në mënyrë të veçantë ju falenderojmë juve, donatorë të nderuar, që keni dhënë donacionet tuaja që televizori bojnë të jetë më i mirë, më i suksesshëm, më profesional. Prandaj nga unë, studio hapur, televizori ACTV Luigi Gjokaj dhe telekronisti joni njoftur Zotni Hila, Njuma Hila, ju përshëndesim dhe ju urojmë punë të mirë dhe shëndet në familjet tuaja dhe në bizneset tuaja kudo që jeni. Mirupafshim në emisione tjera.